Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje te Tarot. Keni një problem gjyqi? Pra keni një gjyq për të bërë për çështjen e tokave, të pronave, të pasurive. Do bëni përgjigje pozitive për këtë gjyq që do të zhvillohet brenda një jave. Pra do të meni një përgjigje pozitive për gjyqin që po bëhet për këtë pjesë, për pjesën e pasurisë, të tokave dhe të trashëgimisë tuaj. Do të meni një përgjigje pozitive, do ta fitoni. Mbretëresha e kuave më tregon që ju do meni një përgjigje shumë pozitive brenda një jave për këtë gjyq që do të bëhet për çështjen e një pasurie, toke, prone, sepse ky mbret i kupave tregon që do të marrë vendim shumë të drejtë, është një njeri shumë i drejtë që do barazi në këtë gjyq që po bëhet. Lajmi është shumë i drejtë, është një lajm që e merr ky mbret i kupave, ky gjykatës, dhe u jep juve në mbretëreshës së kupave. Pra do të meni së shpejti këtë lajm në këtë gjyq që po bëhet. Është në rrugë një person që do të marrë pjesë në të gjyq që është në rrugë, është në udhëtim, bën këtë udhëtim për të marrë pjesë, sepse ndodhet në largësi dhe ky person magjik jep si gjykatës, jep këtë lajm për këtë gjyq që do të bëni brenda kësaj jave dhe do të merrni një përgjigje pozitive. Dhe dhjeta e kupave më tregon që ju jeni shumë falenderues mbasi merrni këtë përgjigje pozitive. Jeni shumë falenderues dhe shumë mirënjohës të universit për këto anë të mrekullueshëm që do të bëni, do të krijoni në jetën tuaj. Jeni shumë të gëzuar për këtë lajm, për këtë gjyq që keni fituar, sepse keni fituar me shumë drejtësi, me shumë mundim, me shumë punë të fortë. Me kë rezonon kjo energji? Me kë gërm të emrit tuaj apo të mbiemrit? Me gërmën H, me gërmën L, me gërmën T, J, V, S, Y, K, L, R, T, Gj, Q dhe gërmën Ç. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me gaforen, akrepin, demin, me dashin, me binjakët, ujorin, peshoren, bricjapin dhe luanin. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.